Ora është 8:35 minuta. E këtu e kemi tash Erdonitën për kursin e gjuhës angleze. Kursin ke prezentu direkt, kështë. As po të nejtë pyetja në sana? Po që edhe pyetja 8:35, që shtu shë anglisht? E kena mësu ma herët kohën, dhe më thonë 8:35. A dhe 8:35 e kena mësua? Po jo, e kena mësu kohën, regullat, tash për shamull që tash më përbime njerë. Qërë edhe nisan, edhe bashkë dje e këshura një video, që përgjigjet që i lypë, dhe më thonë edhe që munohesh, edhe kom përmendë edhe njerë, po ma konfirmoj edhe dje edhe një shkencëtar, se dha përgjigjet që i kërkon, edhe i ki fështirë mi gjetë që ato i manë mend të njëtën. Dhe më thonë kështu që me tja përgjigje, kështu me ta të regu rezultatin, nuk e manë mend kura. Nuk e manë mend. Ta të regon edhe ejtë. Kështu që ta shpërvoje me gjetë. 8 që që thojnë? 10. 8. 8, më falë. 8. Super. 8:35 ke ora. Hajde. Të shti 35 qëtë. Po, hajde, 35. 3 që thojnë? 3, veç 3. 3, okej. 5. 5. Hajde. 3-5 kur të lidhen? 30? 38? 8:35. 8:35. 8:35 o'clock. 8:35. O'clock? 8:35 o'clock, yes. O'clock, okej, nice. Sakt, qashtu, hajde me përsërisim, Po, pak dhe se pa na i vim me donë zarë përsëri. pak. O'clock që shtu shkruat, clock. Okej, 8:35 o'clock. E këna diskutu edhe Nisan, e di që 8:35 o'clock është super, angles të i thojnë 35 past 8. Do më thonë 35 që e ka kalu 800. I bjen. Angles që shtu i thonë, po është mirë me ditë se e thëtë dikush të një ju se dini që ka thonë. Do më thonë 35 past 8. Do më thonë 35. Jo më ronë halë me njerës në qëtë kurs. Pse i ronë halë? Po s'di tash të të duke që ti për mirë më të e mësua, ashtë. Hajde kalëzana se ti tash i të e mësua anglishtën, hajde kalëzana që të fjallë se ti tash i të e mësua anglishtën. Tham halo filestorja, po këgja kom avancu, menoj që kom avancu këgja. Është edhe një mënyrë tjetër dhe spjegim, do më thonë që shme thonë 8:35, si në Shqipë, për shamu, që shtojmë 25:09. Apo? Pa, është po se thojmë korë, gote, atë unë e 25:09. Pa, në dhe veç e thojmë, për shamu, kër është, kër e thojmë... Ma vjetrit e kam përdorë. Shumë e kam përdorë qëta. Po, a thush 5:09 për 8:55. Po. E që shtu është anglisht? 5:09. Po, tash me ndode? 5:09. O, jo, falë. Po, dhe okej. 5 night. 9 të nota. 9? 9. Si gjermanisht 5? 5 to 9 o'clock. Po, dhe 5 to 9. It's 5 to 9. Këtu sakëmisht të këthut o'clock. Okej. Për qëtove, shtu është 5 to 9. What's the time? Edhe kur të pyet dikon sa është ora, nuk i thush what's the hour, po what's the time. What's the time? Time, clock edhe hour. Ose zakonisht të pyesin a ki orë, këtë nërë që kena pyet a ki orë, do you have the time? Time, fine. Po qashtu, po edhe ndë mirë, do you have the time? Time. Qashtu pyetët. 5 to 9. Okej, e kur është qështu? Që thojmë për shamull... 15:09. Po, 5:09. 15:09, që thuhet pas pari 15:09? Hajtë të shpjegojmë dhe njerë. 15, që thojmë 15 qëtë? Hajde, për në gjejmë njëjtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nën duesh mi ashtu gjithë se dalimin mes 30-qit, dalimin mes 13-qit edhe 30-qit, është që kjo është 13, që ta i thujnë të nejgjerëva e tin, e kjo është 30, dhe më thonë duesh me ditë që të gjithmonë. Si t'ja shton nën, bo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 13, 14, 15. 15, falë. Qashtu. Dhe më thonë 15, dhe më thonë i bjen 15 to? 9, ake? Po. Ok. 15 to? 9, qashtu. Okej, ta është vitë që mi bo 15. 15 to 9. Qerekut që që thojnë anglisht, ajde? Fjavla, se di qëta. Qerekut.
Qerekut. Do më thonë, plotës i thonë, do më thonë, full something. E ki gjysës që që thonë? Me hë, hall. Half. Half. Ose half, ose half. Për shamu kur dush, ama një gjys... Gjys pule. Gjys pule. Half a chicken. Half a chicken, atë. Half a chicken. Do më thonë, që kjo hëja nuk shqiptohet, gjys pule. Psa, apo unë të koka ha? Pak po, valla. Na po, okej. Gjatë ka menu që kjo half është një fjallë diqka për dashni. S'di pse, seriozisht. Po, nëse gjysa zamrës. Lidhet pak se në shumicën e rasteve dashnia të bën gjys. Të bën, valla. Të bën, valla. Pas ka bot. 20 to 3. Pas ka bot ty, Po, ka bot plot herë. Kështu. Half a chicken. Okej, kur është ora 8:30, që thojnë? Pret ashtë. Mund është me thonë 8 e gjys, bashkë që shqip thuje, 8 shqit, që thojnë 8 shqit? 8. Po, e? 7 e gjys. It's half past 2. And. Qashtu? 8 and... Cilën fjallë shkrytëm tash? Half. 8 and a half. Që shpitoni? A half. Half. Lënë se shqiptonesh, vështush half. 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 8 and half. 8 and a half, yeah. 8 and a half. Okay. 8 and a half, do më thonë një gjys, a half. Atin që i këna mësu ma irat ato që ashtojmë ën, për shambull, a half. Po, a half. A half është një gjys. Okej, 8 and a half. A half. Po ta shkurtojmë gjys në nënd. Gjys në nënd, qëre ta që shtam këtu, qëre shumë është të thjesht. Që shtam 15 to 9, ke 15 nënd. Ta shtetojna half to 9. Yes. Apo? Half to 9. Half to 9, yeah. Half 9, jo half to 9. Okay. Half 9. Sorry, gabim jam. No, it's okay, it's no problem. Ta shveshtojmë qështu. Veshtojmë, it's half 9. Apo? A kom gabu qështu edhe one. Ndështë edhe kom gabu edhe one, ka njerë mundu me gabu. Qerekut i thojnë quarter. Që ta shemësum një fjallë 3, okej? Qerekut i thojnë quarter. Edhe asë kur se di që shkruat. Quarter? Me që. Me që. Quarter shkruat. Quarter, okej? Quarter është qereku. Që kjo është? E quarter shka është? E njëjtave që shkruat. Qerek. Që kjo ka. Qështu shkruat. E kom po, se pas na ditë kërë kështë. Quarter. Nëse dojmë me shkru ta mën shqip, me ledzu dhe jo shikus të dashtën, ma let. Nëse dojmë me shkru shqip, Hajtë sa si që apo kesh nëse këni ditë i bëshka është qereko. E kanë ditë. Po qëfar, vetoni, armen, dekorja. Quarter, qështu ledzohet, pra, quarter. Okej, quarter. Okej? Qështu ledzohet. Bese e moj men qereko në tashtë. Qashtu, ta vizatoj një kokt njerit kështë të e thonë, të e shqiptu. Shumë një kreativa, ke kreativa. Të me ditë. Okej, tja bëjë edhe do flak. Quarter. Quarter, të më thonë, 8:45 i bjen quarter to... 8. 8:45. Quarter to... 9. Po mos i kalëzot, dhe se kjo vetë dhe të gjithë kjo për një kesh veç mi kalëzot. Zamër shumë falinderit për një motivit. Jo, pëse e mëson ma letë Po e qashtu. harrej që i thamë për në ora 9. Po dhe... 8:45 është... Po dhe, okej, quarter to 9, okej. Për që ta toj një meq mi shkruun, bëdolla mon me. Po, ta shte që kjo quarter, për shamu, kër është 8:15, bot nisan interesant. 8:15 përdorët mënyra angleze gjithmonë. Po ta komplikoj, po qka të mon men, It's too much complicated, but it's okay, teacher. Okej, quarter, kur bot 8:15, e shkrujmë edhe e përdorin, edhe shumë e përdorin qëta, për shamu, Quarter, past. Past 8. Po dhe, ose past tojnë angles, past tojnë amerikan, unë jam angleze, e dio. Quarter past 8. Të më thonë, është një qerek mas 8-qit. Ja, shumë komplikune kja. Po edhe në Shqip diqysh me thonë, një qerek mas 8-qit. Shumë ta kompliku. Jo që të se dënë që i bjen 8:15. Po dhe në Shqip shumë shpesh përdorit në... Shumë ta pasan kompliku jetën ty kërë kemë su anglishtën. Kër shkon në Shqipni, që thonë, jam aty për një qerekore.
Gjithmonë thojnë, qerekore. Po që s'kena pushë me ata, vigjërires. Aten, for quarter hour, mundet më përdorë. Quarter hour, si të shtohet hour, quarter hour, i bjen qerekore. Si në Shqipni që thojnë qerekore. Bashkë njëjtë mënyrë që thojnë në Shqipni. Që përdorët. Mirë, do pëthoni përsëritëm, këto tash pidim. Tash pa kushimet ti që kisha pas që pushimet. Ajde nuk është e i di shumë, ose me përësit, ose abden me bledi që ka për amperime, më vynë që kja mu. Sa din, kur shkën shtetet e jashtë, nuk kom që me bledi gjohë. Hajde edhe veç, ta krymë tash orën, veç edhe pak. U kry, hajde, 12:15. Ora ma e keqe një të në tamë, është me mësu orën. Me mësu orën, ora ma e keqe, hajde. Që kena ikë me mësu shëp? 12:15, që shmi thonë, anglisht, 12:15. Pre the track. Veç track, so në thamë tash. Se që këti më të thamë numërat, kështë sa lo me numërat. Shumë thjesht, është vesh numërat i thush. 12... Yes. 12? 12? 12? Ta shë kjo 15, shme do tash 15, që shë thamë. Që shë thamë. Hajt 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Po që shme lidhë, ta shtë 12. Vesh thuje 12, 15. Që vë që shto ta? Se me nova 12, 15... Po, se edhe të te qike... Ose nëse e lidh me qerek. Po, dhe quarter... 12, quarter, 15. Quarter past 12, për shamu dhe ki. Ja, e keni bo... Gjiz ma keni bo. Gjiz, kështë të taman. Mjane pa qëtë kvarterin. 15 minutë është një qerek. është një qerek ora. Po, 15 minutë. Po. Që ata e përdorin, dhe më thonë, quarter past 12, po në veç po du me ta përsërit, që shme thonë, mas thjeshti, po këthejmë në bazë. I thush shumë thjesht, 12, 15, 8, 15, 9, 15, 1, 13, apo kuptan, qështu, po këthejmë në bazë. Po se ma letë. 9, 14, që quarteri për ka pak komplikuar. Qereki, po, i komplikum, nëse përdorim, për shamu në Kosovë, qasë shumë qerekun, sa e përdorin Shqipni, ata thëjmë për një qerekore, do t'jem aty, ose për një gjysëm ore, edhe e mësum një san tjetër, ta përsërisim, kur thëjmë gjys ore, thëjmë half an hour. Half an hour. Half edhe quarter i mësova fjallë treja. I mësove. Half është gjysa, edhe quarter ta më ndin ta shme lypë gjyspule. Gjyspule, bashkë, sëtë. E plot është full. Mirë, tash për të në ushimin. Masi ko ke undë, po. Mund të edhe mu, qëtash, masi për të me ushqim, mu marë. Hajde. Qyngave që shithojnë anglisht? Qyngave? Qëtash. Qëre, qajgjës... Ajde, soqit flia që shithojnë? Soqit nuk e di. Dzona ngosht, Qajgjës e di që shithojnë, po qyngave ju. Qajgja që më ledhet në qynga. Shithojnë për peqit, kolpite, o gjakut i thojnë... hajde. O gjakut edhe qynga du të më konë si njejtë si o gjakut i thojnë qimni. Qështu? Qimni? Po, është o gjaku. Po, edhe lidhet qimni. Edhe lidhet me qynga. Do më thonë është o gjaku. Masi vete për qyngë. Po do më po të vita për ju për e gjak, po të vita për qynga. A po? Okej. Po hajt. A dhe që ta shë vetim, e që thojnë qyngave Shqip. A eksiston Shqip. Qingus. Hajde, qynga. A i thojnë edhe Shqip qyng. Qa e po më interesant tash. U knashen të keshë, menja e flishta. O, zotë edhe one, meme. E ka pëdim ti për çka po keshin këta? Okej, qyng për kanë Shqip. Shumë interesant, ko ka fjallës qyng, për thojnë kanë qyng. Qyng, dhe. Në gjuhën Shqipe, fjalla qyng është... Kjo ka fjallë kineze, qyng. Qyng. Qyng qajnë? Qyng. Gëp i gjerë prej metali, prej balte, a prej cimentoje, që përdoret për të kaluar uji, tymi e tjerë në për të. Qyngje balte, qyngje të sobës, sobë që i thojnë shporetit. A din që sobë i thojnë shporetit në Shqipni? Po, sobë. Ne i këna thonë dhomave këtë nërë, për gjuhës sërbe, do më thonë qëng. Edhe turqisht për i thojnë kanë sobë, do më thonë për turqishtës e paskëm. Edhe atje tualeteve që i thojnë, banjove? Jo, i thojnë ndryshe dishka. Tualeteve? Po. Tualet i thojnë ata? Jo, i thojnë edhe dishka. Të na i këna pas disa fjallë, i këna pas qenef, WC... Kupatil. Kupatil i bjen pej sërbishtës, do përthon vendi ku lahësh, ajo kom pjesa e langës. Po, alaka do që e përdorin. Qenef, sigurisht është pej turqishtës, edhe e kemi pas WC prej gjermanishtës, WC,
A gjermanisht ka WC-ja? Po, WC është gjermanisht, është washroom. E banja? Qëfar, pikujt është banja? Banjo, për i kajt mundet më konë banjo. Shqip, në shtatë që ke fjallë shqip. Ja, Mësa për frangjishtës. Zbesej që Banjo, është shqip. bonjour. Hajde ta këshyrim që shëdojnë qyngës. E, merë dita më të zonë ngosht. Në zonë ngosht, po që. Qështu po thojnë? Brillet qyngës, vetoni po thëtë. Qështu po shkruun, Zote po pra. s'pedia është fjalla e njejt. Okej? Flue. Qa do më thonë flu, po. Me fluturu. A fly ka. Me fluturu është fly, Fly. po, vesh kur thojmë I fly, i bjen unë fluturaj. Po. Kur thojmë unë kom fluturu, mire ki, I flew. I flew. Që? Të më thonë, është taman shqiptohet si që kjo flu. Po qëka të më thonë flu? Yes. Flu, që? Flu, njëjtën mënyrë që shletëzohet fly, ko ka fjalla qyngë. Okej. Që falenderit, Ja, fishe. edhe një që dora, edhe mësusim sa në fejnzonë. Falenderit shumë respekt, respektin i darë tërkitje e patë. Që diplomen, rëna? Shumë falenderit. E një makinë më dhona i certifikat më re. Po, shushiu. Kur të kry kursen, na i diplom, diqka Që mësum një universitare. fjallë tre që si vynë kër, Vullën e mësum një kekës e fjallë ke. tre që si vynë kër, fjalla qëngë është flu. Të më thonë edhe mësum që që thojnë në Se më gjurë rështu Shqipe. vynë kër, Qënga, po, flu. Apo as angles në shtasedin, A dhe bashkë qka ju thonë vynë, flu. tash ju vynë klima? Që thëjnë klimës anglisht? Air conditioning, A, AC. përni me aty Që? aire, condicioner. Po, qashtë. Air conditioning, Shumë meq me ej. po dhe shklimës i thojnë edhe qështu. I thojnë edhe AC. Që, AC, AC. AC. Ok, Të më thonë, veç thonë, turn on the AC. Turn on, që i bjen turn on? Turn on, turn lëshoje, turn i Po, parë, lëshoje, bravo, qashtu edhe është. turn off, ndalje. Turn off, po. edhe në që isha të shkru, në atë kam qëve me lu gjeqet fjallë, tani më binë men. Edhe ne e loja që është ku për shkru në Turn heret. off është ndale, turn on është në shoje. Fjalla turn është me këthy, me rotullu. A din si, okej. se kanë me, dhe më thonë, prej këtune eshit kër i kanë rotullu sanet, për me nshu shpëretin, duhet me sil ato. Po, sil. sile on, sile off, qështu i bjen. Turn on, turn off. Po, veç tash, është edhe një fjallë tjetër shumë interesant, se tash unë kom qef halos shkum në shqim, se jom ka unë tona, kështu që s'po dalim në shqim. Qa i bjen, Sile jashtë. turn out. Pa të sile. Sile jashtë, po, sile jashtë i bjen buk falesht, turn out i bjen qysh po del në isan. Për shamu, më ka dal pitja kesh, abden, i turned out bad, abden thuhet. A kuptan? Turn out është qysh më ka dal diçka. Përfundimi ta shketon, ka shumë Po fjallë. që ta përdo më thonë, ka shumë që si fjallë, këna mi një ditë keqë të në fjallë, për shamull... Që me ditu në shkaj të dish me thonë të... Me off, me on, me out, edhe turn in, qka i bjen turn in tash? Të në mrena. Po me nëjë, sëllë mrena. Turn in. Hajde. Turn in. Turn in. Ani dhe sa po ga boj ka një herë. Turn in është kur e bën naj krim, për shamull, edhe shkojnë parasitës në polici. Hërë branda në polici. Jo, parasitës. Parasitës. Edhe e pranon krimin. Edhe thush qëre, shkon në polici, thush qëre, më ka ndodhë qështu, e kom vra filanin. I turned myself in. I bjen e parasita Ta vetën time. Vetën, do më thonë, polici. Në polici. Ose, dikush kur e parasit dikon tjetër, you turn him in. In, policaj. Të policaj. Shqipin stacionit policis. Dhe station Police station. Police station. Station, Pse police para stacionit? Se qashtu e kanë anglesht, folin Kundër të na? mbi emrin e qesin për para. Police of station. Jo, hiq off. Pa off. Police station. Police station. Station. Po dhe po që shkruat. Qyre, anglesht e kanë nisan, anglisht e ka që mbi emrat nuk i qojnë mrapa, po i qesin për para. Për shumë nuk thënë black dress. Dhe më thonë fustani i zi. Black dress. Nuk e kanë si të nafë. Ose black heart, që shtuat? Black heart, zemra e zez. Si zemra e irzës. A pëshe fjallën, dullën për diçka, dullë diçka tjetër. Më falë është të këndër, ta kush veshet zë, ka shpirtin e bardhë. Kush veshet me gjyra qelë, ta ka shpirtin e zi. Faleminderit. Po ta nevoj jeq me full, ki ka peshe? Po dhe... Godet Erdonit Cufi.
që zemra e zezë në gjuhën shqipe, do më thonë, është shumë ma e komplikume, Shqip është shumë ma e komplikume, mbi emri del mrapa, varet a është mashkullore, a është femrore, a është njejsa, shumë s'qysh dalin këto. Do më thonë se është fustani i zi. A më në këtë rast zemra është kërë fjallë. Kërë fjallë është zemra. Se ku është zemra? Po dhe, zemra e zezë. Zemra e zezë, fustani i zi, a përshë sa ma i komplikume është Shqipja. Do më thonë fustani i zi, zemra e ka gjini, plus edhe numër, dhe në numër ndronë. Etash, në gjuhën anglezë është shumë a thjesht. E ki black, mas pari. Black. Dress. A kuptan? Me dy sëja të lutna. Po. Black dress. Po dhe, që ato deshta me thonë që kjo nuk ndronë. Qka të do që të qetë këtu mrapa, së ndronë. Black nuk ndronë. Jo si të Shqipja që ndronë herë e zezë, herë i zi, herë të zeza e tjerë. Ose të zi, këtu nuk ndronë kur. Black metet e njajt, edhe është black heart. Që është? Heart attack. Heart attack, ta është heart attack. Attack. Heart attack, ta është qëtu në qëtë rast, black është në bjamër, heart është emër. Për të fjalla heart attack, sulmi zemrës, sulm zemre, hearti bëhet bjamër, Ataki bëhet emër. Ataki është, bëhet emër. Prej foljes bëhet emër. Attack është me sulmu dikon, po bëhet sulm. Din që më kujtu më shumoj, veç pak se s'ke ditë s'kina kur. Sa interesant të shkon me marrë edhe një dikan anglez, e ato me mësu shqipna, e unë me mësu anglisht, në të ardhmen. Mujna me ftu dikan, kush dhe që jeton Kosovë edhe se din Shqipën edhe që është i huj. Harmi një mikin jo, me orna të dëtë këto. Për s'ko lidhe djalla qikë, se din të shëbona kështë të si ta kema, vdej. Edhe ati më jam mësu Shqipën edhe shojnë kretë se për një ma shumë zërë me mësu edhe gjuhën Shqipe. Po edhe anglishta nuk është... Shqipja është një 2-3 herë ma e vështirë se anglishtja më mësu. Më thonë është shumë e vështirë për që ata shumë të huj që janë në Kosovë nuk mësojnë gjuhë Shqipe, se edhe na flasim me ta anglisht, edhe është shumë ma e vështirë. Se veç në këtë rastin, qysh me asmegu një të huj që bëhet zemra e zezë, zemrat e zeza, do më thonë heket ëja, kur bëhet shumë së zemrat e zeza, të një fustani i zi, qysh me aspegu që të, të një fustanat e zi, Vla, për shka pagu është, ja spjegan. Ose, të një plus rasat si kanë heq ata, për shumë kur i marë kënë fustanat e zi, ose shko marë 3 fustanat të zi, ta shush me aspegu, dikur bëhet e zi, i zi, e zez, të zi, të zeza. Që shi të e kuqëramt? Anglishta? Reddish. E kuqëramt, edhe ramta? Red-ish. Se ne i kena ekstrem do fjollë. Po njajt, kush ramt, red-ish. Që të përpeqit, për shamull. Përpeqit. Po përpeqit, unë menoj që do fjollë që shtu që jënë internacionali i metë po kaldurek. Po mesi se edhe fjolla për shamull. Edhe kaldurek mi thona? Po. Ajto qka është kaldurek, mi thonë traditional food and it's okay. Po dhe? Mos bë pyetje, no question please, it's okay. Se edhe baklavës, ku do në përbot, i metë amra baklavë. Edhe anglisht, është fjalla enough? Enough. Enough, shumë më pëlqen që fjallë. Boll, kështë. Enough. Po na bëm boll. Enough. Tash. Gulashi është gjellë hungareze. Edhe gulashit këti thojmë gulash, se hungaras ti thojmë gulash, se të nas ka egzistu. Pasuli vjen prej farës e pasulit, që shi thojnë vendet farës pasulit, që ashtu i thojnë edhe gjellës pasulit. Po për shamull, që ka fjallë tjetër? Sëmborka? Sëmbori është një vend i caktum, do më thonë, në Serbi, që prej që ati vendit i ka metë emri fjallës, do më thonë, sëmborkave. Po që për shamull gulashi, ose si do gjellën atjera, baklava, për shamull, ose si ambëlsin, nuk i ndrot. Flia, anglisht i thush fli. Nuk i ndrot. I thush fli, se s'munësh mja spegu ndryshe flin. Une, anglesve, kër ja spegoj flin, bora non. Kër ja spegoj anglesve flin, ju thëmë, është lasagna pa kur gjuhë. Që është bre lasagna pa kur gjuhë? Po, dhe vesh me mos, s'ka vesh lasagna, vesh kështë rana. Amo, nëse i hanë fletet e lasagnës pa kur gjuhë, se ka njëtë shi e si... Po, se kanë desa flia. Fali që dhe një fjallë, e hudrës që thojnë? Hudrës, garlic.
Edhe veç kepës. Onion. Onion, hajtë se që do të më mësu që të sohë Mirë, onion rings, a i ki po që ti përësitin onion rings që janë të kepës. Që do turn in, turn out, turn on, turn off, javën ashme kena me bo turn away, turn over, kejtë që të fjallë që si t'i shtohen in, out, off, on, që ndrojt kërejt kuptimi janë shumë komplikume. Kam rasdekje. Pushem, a? Okej, mirë. Okej, bukur, që kusë të dashtën, mundini me përësit në Natura Therapy, kollagen, peptide të kollagenit 3 mundini me përësit bashkë me, në vërtet, s'ko ka mu oferta, bashkë me një serum të ftyrës për 46,99 Deri me 30 maj ka qenë oferta. Deri me 30 maj. Në 045 956 000 mundeni me përësit te Natura Therapy, të thënë kollageni ju ndihmon për eshna, për flok, për lëkur, për gjuhën angleze. Ej, për përësite. Tu ordone anglisht folse. Perfekte. E na e falenderojmë edhe Telkosin, dashni në lidhje të parë. Po, me pas internet edhe mësën një fjallë Ti s'kujtojt. se kështë ditë, heq anglisht në mësë të kështë pas Telkosin, se kitë për internetit që a ke mësu, dhe që ta shë ke mësu. Thojnë ta shikus sens pas ka mësu. Ka mësu. Ja, ka mësu, valla, shumë mirë, shumë e knasht me vetën. Hani, shumë bukur, edhe na jemi të knashin me vetën, edhe jemi të knashin me juve që për na shikoni që kus të tashtën, edhe me përkrasit tonë, falenderojmë edhe erdhen. Edhe një falenderoj juve. Hola tërë.